Kjo. Gëzuar 7 marsit. Me urime dhe lule nga vajza e tij, e cila ka zgjedhur të ndjekë të njëjtin profesion. Kështu e festoi 7 marsin Viktor Selimi, ish mësues nga Kurbini që për plot 38 vite ja kushtoi jetën arsimit dhe formimit të brezave të rinj. Me dëshirë për të punu, ndihmu dhe por sot që shkruaj them me të plot bindje se me ndihmuan. Sot 86 vjeç, ai kujton me nostalgji vitet kur punonte në shkollë dhe për kushtimin ndaj nxënësve. Për të, profesioni i mësuesit ka qenë gjithmonë një mision i rëndësishëm në shoqëri. Teksa rrëfen përvojën e tij në arsim, Selimi thotë se dikur mësuesit kishin një autoritet të madh, ndërsa nxënësit kishin vlerësim dhe respekt për figurën e tij. Kujtoj nxënësit të cilët kanë pas një kulturë që se ka pas kush dhe se ekziston më. Kur kalonte arsimtari në rrugën që shkoshte shkolla në sheshin aty ku kisha balu lishtën une, në Gorre, nxënësit u sjellshin me fytyrë nga mësuesi duke e përshëndet, e mësuesi shkote në mes. Kjo është një kujtim i madh do të më e thënë, sepse ka vlera të mëdha për edukimin e fëmijëve në jetën e tyre dhe në jetën tonë si arsimtar. Për ish mësuesin, në ditët e sotme shumë gjëra kanë ndryshuar. Ai thotë se niveli i arsimit dhe i mësuesve ka rënë, ndërsa shpesh mungon rregulli dhe disiplina në shkollë. Kultura dhe edukata e nxënësve ka qenë në atë të thashë në fillim në lartësi të jashtëzakonshme, që sot nuk ekziston. Ajo ka qenë një rregull kërkesë llogarie e fortë që fëmia të edukohet që në moshtre për pamjen e trupit të tij. Sot nxënësit janë ndryshe. I nuk them se s'kan lek, e kanë le, por ndryshon. Qoftë për mësuesit, qoftë për ata. Në mesazhin e tij për ditën e mësuesve, Viktor Selimi thotë se puna në arsim nuk është e lehtë, por sipas tij, mësuesit duhet të bëjnë më shumë në edukimin dhe formimin e nxënësve. Në mësuesi është dhe vazhdo të jetë e vështirë për njerëzit, sepse ka të bëjë me tipet e ndryshme të fëmijëve që ata nesër të bëhen njerëz të mrekullueshëm. Kjo është një mësues që nuk e gjykon fëmijën si fëmijën e vet, ai nuk është mësues. Dhe nuk duhet të lanë masdore fëmia edhe gabimin më të vogël që mund bëj, duhet ta mësojsh që mos të bëhet më. Me jetë e me shnet edhe me rezultate të mëdha për edukimin e brezit që kanë. Se kërkohet punë më e madhe se ka qenë dikur. Për Viktor Selimin, ky është 7 marsi i 21 që e gjen në pension. Megjithatë, kujtimet nga vitet e punës në arsim mbeten ende të gjalla. Ai ruan me kujdes ditaret e vjetra dhe dokumentet e kohës kur ishte mësues, si një dëshmi për kushtimin të tij ndaj arsimit dhe brezave që ka edukuar ndër vite.